por i kthehemi me një epizod tjetër të emisionit tonë Muhabet me Arditin, ku sonte në kodër të emisioneve të muajit të bekuar të Ramazanit do të flasim për një sure të veçantë të Kuranit, surën Yusuf, ku të ftuar për të reflektuar mbi këtë sure e kemi hoxhën e nderuar, imamin e xhamisë Skenderajit, xhamisë Shaban Jashari, Hoxh Elbasan Zanin. Hoxh, faleminderit që pranove ftesën edhe erdhe në studiot e Folëndrejtit. Faleminderit, kënaqësia jone. Hoxh, që shetsej ka do të flasim për surën Yusuf, që është një tregim nga tregimet e Kuranit. Po du me fillu me dobin e tregimeve në Kuran. Cila është dobia e tyre? Bismillahirrahmanirrahim. Spari falenderojmë Allahun fuqiplot, përshëndetjet tona të përzemërta ja dedikojmë Muhammed Mustafa sallallahu alaihi wasallam, familjes së tij të ndershme, shokëve të tij besnik dhe gjithë besimtarëve muslimane që ndjekin rrugën e tij deri në ditën e fundit të kësaj bote. Padyshim që Kurani është njëri prej librave më të dalluar tek njerëzimi, është libri më i bukur, libri më i sakt që mund të merret për bazë në jetën e njerëzve, dhe nëse studiojmë tërësinë e Kuranit, e shohim se Kurani i paraqet para njerëzimit 5 boshte kryesore, ose ka për target, ose si objektiv 5 dimensione të kësaj bote. E para prej tyre, Kurani dëshiron që t'ju flas njerëzve për lëndën e besimit, ose që e quajmë në terminologjinë tonë islame akides, dëshiron që të nxjerrë njerëzit nga errësira e idhujtarisë në dritën e monoteizmit apo besimit në Allahun subhanahu wa taala. Dhe kjo është një pjesë e madhe që përfshihet në Kur'an. Boshti i dytë ka të bëjë me shembuj, ku Allah azza wa jall sjell shembuj krahasues, sikurse dita dhe nata, e sjell shembullin e fjalës së mirë me pemën e mirë, fjalës së keqe me pemën e keqe, shembullin e milingonës, e shembuj të tjerë në mënyrë që njerëzit të marrin mësim në jetën e kësaj bote. Poshti i tretë që sjell Kurani është sjellja e disa dispozitave që dietarët islam apo fuqahat i kanë sjellë parafërsisht 500 ajete ku flasin vetëm për dispozitat e shariatit që kanë të bëjnë me pastërtinë, namazin, zakatin, agjërimin, haxhin, kodin civil, kodin penal, kodin e familjes e kështu me radhë. Dhe njëra prej tematikave ose boshteve kryesore që flet Kurani ka të bëjë me aspektin e historive, rrëfimeve, tregimeve, e që janë parafërsisht 1/3 e Kuranit. Sa i përket tregimeve në Kuran, janë 3 forma të tregimeve në Kuran. E para është tregime që kanë të bëjnë me jetën e të dërguarve të Allahut subhanahu wa taala, të cilët kanë qenë para Muhamedit sallallahu alaihi wasallam. Forma e dytë ose lloji i dytë i tregimeve ka të bëjë me popujt e mëhershëm, që këta pejgamber janë të dërguar të këta, cilësitë e tyre, profesionet e tyre, kundërshtimi i tyre ose pranimi i fesë në raport me të dërguarit Allahut azza wa jall, dhe lloji i tretë i këtyre tregimeve është tregime që lidhen me jetën e Muhammed Mustafas sallallahu alaihi wasallam. Andaj Allah azza wa jall i përshkruan këto tregime në Kur'an në mënyrë që spari Muhammedit alayhis salam t'ia forcoj zemrën. Dhe Allah azza wa jall i thot në Kur'an: "Wa naqussu min anba'i ar-rusul linuthabbita bihi fuadak." Ne Muhammed po ti tregojmë të gjitha këto tregime të mëhershme ty, ndonse ti nuk i ke ditur dhe je i pakujdesshëm ndaj këtyre tregimeve, pra i pakujdesshëm në kuptimin e mosdijes, thot po ti tregojmë për arsye se dëshirojmë që ta forcojmë zemrën tënde në këtë fe. Pra, pejgamberi sallam duke i lexuar tregimet që i lexojmë edhe neve sot pas 1500 viteve gati, sa kanë shkuar, dhe neve na forcohet zemra, edhe Rasulullahit ju ka forcuar zemra kur i ka lexuar tregimin e Ademit alayhis salam, të bejve të Ademit, tregimin e Nuhut, tregimin e Muses, Isës, e Jakubit, e Yunusit, e Jusufit, e kështu me radhë. Andaj, pra, dobia e parë që e nxjerrim nga këto tregime është forcimi i zemrës pejgamberit alayhis salam, e pastaj rrjedhimisht edhe neve si pasues të tij. Gjithashtu prej dobive të tjera që i kemi përmes rrëfimeve kuranore është se përmes këtyre rrëfimeve e shohim se sa kanë vuajtur pejgamberet e Zotit për ta ndryshuar besimin, për ta shfaqur besimin në mesin e popujve. Andaj duhet sabër, duhet durim, vullnet i çelëkt dhe duhet përkushtim i veçantë
në mënyrë që ne ta mbajmë gjallë besimin në Allahun subhanahu wa taala, dhe mbi gjitha prej dobive më të mëdha është përfitimi moral, përfitimi në shumë dimensione të jetës, pra në jetën e kësaj bote, ku vetë pejgamberi sallallahu alaihi wasallam ka përfituar, pastaj edhe ne me qasjen e pejgamberëve të Allahut azza wa jall karshi sprovave dhe dëmtimeve që populli u ka bërë atyre. Hoxhë, surja Jusuf, surja Jusufit alayhis salam, fillon me ëndrrën e Jusufit, e vazhdon me xhelozinë e vëllezërve të tij, karshi i tij. Xhelozi që ka pasoja realisht. Një pyetje që du me ta bëj lidhje me këto është se çfarë mësime mujna me nxjerr na prej historisë fillestare, domethënë Jusufit. Padyshim që historia e Jusufit alayhis salam është njëra prej historive më të bukura, siç thotë edhe Allah azza wa jall, nahnu naqussu alayka ahsana al-qasas. Pra Allah azza wa jall ka zbritur një sure që quhet surja Jusuf, për të treguar për veçantinë e kësaj sureje dhe këtij tregimi madhështor, dhe ka thënë në ajetet e para, ne po ta kumtojmë ty Muhammed, po ta rrëfejmë njërin prej tregimeve më të bukura në Kur'an. Dhe më të vërtetë, surja Jusuf mbetet njëra prej tregimeve më të veçanta, më briljante që Allah azza wa jall e cek në Kur'anin famlar. Dhe siç thot njëri prej dietarëve Atau, një kolos i madh i Islamit, thotë nuk ka mundësi dikush që ta lexoj këtë sure ose ta shfletoj këtë sure, e ka brenga dhe të lashe përveç se do t'i zbutet zemra dhe do t'i lehtësohen çështjet. Sepse e tërë surja dhe e tërë ngjarja pra është e përmbushur me sprova, me durim, me falje, me zemërgjërsi, të cilën neve na nevojitet në jetën e kësaj bote. Andaj fillimi i kësaj sureje është me një shfaqje të një vesi dhe një smundje të cilën ka një pjesë e madhe e njerëzimit, e që është xhelozia. Jusuf alayhis salam tregimin e vet e fillon me një ngjarje kur e sheh një ëndër, 11 yje, hëna dhe dielli i bëjnë sejdë atij. Dhe ja tregon babait e tij Jakubit. Jakubi ishte profeti i Allahut azza wa jall prej pasardhësve të Ibrahimit, Ismailit dhe Ishakut, dhe kur ja tregon këtë ëndër, atëherë Jakubi e din që Jusufi ka një karakter, do të ketë një karakter të veçantë, do të ketë një të ardhme të veçantë, andaj të ndritur, andaj edhe e sugjeron që të mos ja tregoj vëllezërve të tij. Pra Jusuf alayhis salam i kishte 11 vëllezër, Bunjaminin e kishte nga nëna dhe babai, kurse të tjerët i kishte vetëm nga nëna. Dhe e dinte Jakubi se ata mund ta xhelozojnë atë, për këtë arsye e sugjeroi që të mos ja tregonte. Mirë po, Jakubi e harroi një gjë dhe i iku një gjë tjetër. Ai nuk mund ta ndalte dhe ta frenonte veten e tij që të mos e dallonte Jusufin alayhis salam nga vëllezërit e tjerë, sepse e donte shumë, e përgdhelte shumë, dhe pjesën më të madhe të kohës që ndronte me të. Andaj kjo, sikur shfaqi një lloj xhelozie në mesin e vëllezërve të Jusufit, dhe pastaj për shkak të kësaj xhelozie, ata thanë, akhuhu inma Yusuf wa akhuhu ahabbu ila abina minna wa nahnu usbah. Dhe më të vërtetë, Jusufi dhe vllai i tij te babau ynë janë më dashtën. Pra baba jon po i don ata më shumë, po i përgdhel më shumë, po i afron më shumë, andaj ne jemi grup i madh. Neve po na largon ose po na dallon, po na diferencon në dashuri, për këtë arsye edhe filluan, pra këto ishin shkëndijat e para të shfaqjes së xhelozisë, dhe kjo xhelozi nuk ishte xhelozi normale, ishte xhelozi siç quhet ndryshe patologjike, pra e cila kalon në aspektin psikologjik si smundje. Andaj kur shfaqet kjo xhelozi tek njeriu, atëherë mëherë vjen veprimi praktik i cili është normalisht negativ, sepse xhelozia nuk sjell ndonjë veprim pozitiv. Andaj edhe fillojnë që ta xhelozojnë dhe njëjtën kohë e marrin si lloj vendimi që ta mbysin atë. Uqtulu Yusufa aw itrahuhu arda. Thot Allah azza wa jalla në Kur'an, në dialogun që e bajnë këta vëllezër, thonë ose vrana Jusufin ose ta largojmë dikun, ta çojmë dikun larg që mos ta sheh babaiun. Por njëri prej tyre, se që sipas disa transmetimeve ishte Jehodha, ai tha që duhet Jusufin pra ta gjuajmë ta hedhim në bunar. Dhe ky është mendimi më i pranuar në mesin e vëllezërve dhe e hodhën bunar. Andaj filloi me xhelozi, pastaj vazhdoi me një veprim negativ, cilën nuk e don Allah azza wa jall, e që është shumë e rëndë për njerëzit kur e lexojnë dhe dëgjojnë që vëllezërit ta hedhin vllaun e tyre në bunar. Dhe pasi që e hodhën në bunar,
Pastaj pas xhelozis vjen një sër gënjeshtrash. Dhe Jakubi a.s. Pra kur i pyeti vëllezërit e tij se çka bën me vllaun e tyre, çka ka ndodhur, tha e kanë ngrën ujku. Dhe sollën një këmishë të falsifikuar me gjak që ishte nga shpezet dhe e dërguan tek Jakubi a.s. dhe kështu ai u bind se Jusufi pra ka vdekur dhe u mërzit shumë për këtë arsye, për shkak të kësaj mërzie edhe e humbi shikimin e tij. Andaj xhelozia që neve po flasim e refuzuar, sepse kemi xhelozi e cila është e pranuar në Islam, e që është dëshira për të bërë sikurse dikush që ka pasur sukses në dituri, në biznes, pse jo, edhe në çështje sektore të tjera të jetës, në mënyrë që ti je sikurse ai ose më i mirë se ai, kjo xhelozi është e lejuar. Mirë, po xhelozia e cila në kishin vëllezërit e Jusufit ishte xhelozi dhe smundje e zemrës e cila nuk lejohet që të ndodhë në mesin e muslimanëve, andaj solli përveç dëmtim fizik, hedhje në bunar, gjithashtu edhe gënjeshtër ndaj babait të tyre. Dhe dami më i madh ishte humbja dhe mërzia e madhe që e morri Jakubi a.s. pas kësaj ngjarje, mërzia e madhe dhe ndryshimi komplet i humorit të familjes pra në atë periudhë kohore. Andaj xhelozia pra është vullneti i dikujt për ta shuar suksesin e tjetrit. Ky është definicioni i xhelozisë dhe kjo me të vërtetë i shkatron veprat e njeriut, siç thot pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, me të vërtetë xhelozia i shkatron veprat e mira ashtu sikurse që zjarri i han drunjet. Pra hoq paskom dy lloj xhelozish, njëra që është e lejuar, është e mirë dhe e ndaluar, domethënë e refuzuar në Islam. A ka ndonjë dëm tjetër që ka sjell kjo xhelozi e vëllezërve të Jusufit alayhis salam? Deri tash e cekëm pra damin kryesor të xhelozisë që e bëri në familjen e Jusufit alayhis salam dhe të Jakubit alayhis salam. Xhelozia damin më të madh e bën te vetë xhelozi. Tek vetë xhelozi. Por kjo normalisht në qoftë se pala e cila xhelozohet bën sabër dhe bën durim siç bëri Jusufi alayhis salam. Andaj i pari i cili shkatërrohet është xhelozi. Dhe ai i cili bën sabër dhe durim, ai shpëton nga kjo sprovë e madhe. Për këtë arsye thot njëri prej poetëve arab, wasbir ala kaydil hasudi fa inna sabraka qatilu. Durati nga intriga e zeleqarit, nga se sabri yt, durimi yt, atë e vret. Zjarri kur nuk ka me çka të ndezet e han vetveten e vet. Pra, është sikurse çështja e xhelozit, i cili pra kur nuk ka mundësi të bëj diçka më shumë, ai han vetveten e tij, e shkatron vetveten e tij nga brenda. Kurse personi i cili xhelozohet, ai flan rahat dhe ai i kryen ato objektivat dhe ëndrat e tij që i ka në jetën e kësaj bote. Andaj i pari i cili shkatërrohet në raport me xhelozinë është vetë ai i cili është xheloz. Për këtë arsye transmetohet në një ngjarje interesante që do ta kuptojmë drejt dhe qartë. Thuhet për një mbret i cili ka pasur një ministër. Çdo gjë që e kishte në pallatin e tij mbretëror ia drejtonte ta krynte ministri. Pra kishte njëri të afërt. Dhe në jetën e kësaj bote kemi njerëz të afërt të cilët na i kryjnë disa çështje të kësaj bote dhe brengat kësaj bote. Dhe një ditë prej ditësh vjen një djalë i ri, një kuadro e re, sikurse që sot edhe tek ne po vijnë kuadro të reja pas përfundimit të studimeve e kështu me radhë. Dhe kur vjen kjo kuadro e re i mençur, mbreti e afron afër dhe sikur ngjallet një lloj xhelozie tek ministri, sepse mendon që tashme kompetencat të cilat i ka pasur tek mbreti do t'i zvoglohen ose komplet do t'i reduktohen. Dhe nëse e ndjen kështu, atëherë xhelozia pra automatikisht pra shfaqet. Dhe dëshiron që të bëj kurth. Një ditë prej ditësh shkon tek shtëpia e këtij djalit të ri dhe i thot: në momentin që shkon në pallatin mbretëror, unë po t'i tregoj disa gjëra sepse ti nuk i din, je ende i ri. Në momentin që shkon në pallatin mbretëror, mos ju afro mbretit, por përshëndete nga larg dhe vendose një maskë, sepse në qoftë se mbreti e nohat ndonjë aromë të pakëndshme, atëherë ka mundësi të largon prej pallatit mbretëror. Dhe ky djali i ri vepron sipas udhëzimeve të ministrit, sepse ai kishte provuar në atë vend. Kur shkon të nesërmen, e përshëndet mbretin nga larg, kurse të gjithë punëtorët e tjerë i afrohen afër dhe i përkulen.
kurse ky nga larg dhe të njëjtën kohë me maskë. Dhe mbreti çuditet dhe e afron ministrin dhe i thotë çka ka ky djalosh që nuk po më përshëndet siç dohet. Thotë e kam dëgjuar mbram duke thonë që mbreti e ka një arumë të pakëndshme në gojen e tij. Andaj nuk dua t'i afrohem sepse më infekton. Pra shikoj se çfarë manipulimi mund të bëj xhelozi. Dhe mbreti hidhrohet dhe e urdhëron djaloshin, i thotë merr këtë letër dhe dërgoj në filan vendin. Kur e merr atë letër, nuk ka dieni ministri për këtë plan të mbretit, e merr dhe ec, thotë nëse çon këtë letër larg, do të dhuroj dhurata të shumta. E merr letrën djaloshi i ri dhe nuk e din se për çfarë është, por dëshiron që ta zbatoj urdhën e mbretit. Gjatë rrugës takohet me ministrin. I thotë ministri ku po shkon? Thotë mbreti ma ka dhënë një obligim që ta dërgoj këtë letër larg, por do të më jap shpërblime të mëdha. Ministri lakmon, sepse si bazë ka xhelozin ndaj këtij djaloshi. I thotë ti je djalë i ri, rrugicat janë të rrezikshme, kthehu tek te mbreti, unë ta dërgoj këtë letër, pastaj edhe shpërblimin e ndajmë së bashku. Pranon djali i ri, sepse kishte respekt për ministrin, e merr ministri letrën dhe shkon tek vendi i caktuar ku ka vendosur mbreti. Kur shkon atje, takon gladiatorin e mbretit. Dhe kur e hap letrën gladiatori, shkruan atë letër, personi i cili ta ka sjellur këtë letër heqja kokën. Dhe ja heq kokën kujt? Ministrit. Pas disa ditësh çuditet mbreti sepse e sheh djaloshin e sheh afër, kurse ministri nuk është prezant. Dhe e afron afër e pyet djaloshin, thotë, "A është vërtet që ti ke thënë për mua, mbreti ka erën e pakëndshme të gojës së tij?" Thotë, "Jo, nuk është vërtet, ministri ka thënë kështu." Dhe këtu kuptohet që komplet ky lloj skenari ishte nga ministri për shkak të xhelozisë së madhe që kishte ndaj atij djaloshi, ndaj këtij kuadro të ri. Dhe këtu një autor arab, një poet arab ka thënë, "Qatal Allahu al-hasada ma a'dala, bada bi sahibihi fa qatala." Allahu e vrap xhelozin, hasedin, sa e drejtë është ajo. Me pronarin fillon, ato të parin e shkatron. Pra me ministrin filloj, ato të parin e shkatroj, andaj xhelozi është i pari i cili shkatrohet. Ajo që njihet më shumë për surin Jusuf është domethënë refuzimi i Jusufit për me bë amoralitet edhe pse krejt kushtet e mundshme, domethënë për një akt tillë kishte, ai zgjidh burgun para amoralitetit, gjë që është shumë e pazakonshme ndoshta për jetën që sa devojna fatkeqësisht. Çfarë mesazhe përcjell kjo? Me një botë ku na për ditë më shumë domethënë shohim që ka shthurje në rini dhe aktet e tilla thuajse janë normalizuar. Për ta dhënë këtë përgjigje në mënyrë kronologjike, duhet potencuar se Jusufi a.s. Allah Azza wa Jall e begatoi përkundër provës së madhe dhe qëndrimit në atë bunar, erdhi një periudhë kur një karavan e nxorri nga bunari dhe dërgoi në Egjipt dhe pastaj u strehua tek familja mbretërore, tek pallati mbretëror, ku aty është edhe bashortja e atij mbreti që në disa prej librave të historisë quhet Zilihaja. Dhe kjo e rriti vet, kjo u kujdes për të, deri në një periudhë kur Jusufi u rrit dhe u bë i madh, dhe prej veçorive të Jusufit a.s. se përveç që ishte komentuesi i ëndrave, që Allah Azza wa Jall ja kishte dhënë si mrekulli, ai kishte një pamje dhe fizionomi të rrallë, që po që se krahasohet bukuria e botës në përgjithësi dhe bukuria e Jusufit do ta mbulonte dhe do ta mundte këtë lloj bukurie. Andaj dihet mirë që Jusufi a.s. ka qenë një djalosh i bukur dhe gruaja e mbretit u dashuruan e të, pra dhe dëshiroj që të bënte ashtu siç bën burri me gruan, por kjo në mënyrë ilegale. Është natyrshme që njeriu, ai i cili të ka bën mirë, ai i cili të ka ndihmuar, ai i cili të ka shpëtuar, është natyrshme që t'ia kthesh me të mirë dhe t'ia realizosh të gjitha kërkesat. Sidomos në një periudhë kur ty të kanë hedhë në bunar vëllezërit e tu, kurse ka ardhur dikush që është i panjohur për ty dhe të ka marrë dhe të ka futur në pallatin mbretëror dhe të ka rrit me një rritje që nuk e kanë pasur gjithë fëmijët në atë kohë. Dhe në fund i kërkon një gjë që do ta kënaqte dhe do t'ia realizonte dëshirën shumë Zylihas, por nuk do t'ja realizonte pra besimit në Allahun Azza wa Jall dhe do të ishte një hidhrim ndaj Allahut subhanahu wa taala. Andaj
Jusufi a.s. e refuzoi këtë kërkesë nga bashortja e mbretit asoj kohe dhe përveç që e refuzoi, e dinte se çfarë pasojash do të ketë. Dhe kështu ajo bashortja e kërcënoi se do ta fuste në burg dhe e akuzoi për imoralitet, ndonse Jusufi u largua dhe nuk e pranoi këtë. Pastaj në fund, për të mos e pranuar kërkesën e saj, tha Rabbi as-sijnu ahabbu ilayya mimma yad'unani ilay. O Zot, burgu është dhe dënimi është më i mirë për mua se sa ajo çka po më thrasin për të vepruar dhe për të bërë me këtë grua. Andaj edhe u fut pranë në burg dhe kështu Jusufi a.s. i iku kësaj sprove për shkak se ai kishte frikë Allahun subhanahu wa taala. Kishte frikë Allahun azza wa jall dhe në surën Jusuf përmendet wa may yattaqih wa yasbir fa inna Allaha la yudhi'u ajra al-muhsinin. Ai i cili ka frikë Allahun azza wa jall dhe bën sabër dhe durim, Allahu nuk i humb veprat e bamirësave, njerëzve të mirë. Allahu nuk e humb. Pra ai ishte i bindur në këtë ajet kuranor, që nëse jemi të devotshëm ndaj Allahut azza wa jall, Allahu do t'i hap rrugat. Allahu do të zëvendësoj diçka edhe më të mirë. Në njëjtën kohë, ai bani sabër dhe durim duke u futur në burg, dhe në surën Jusuf përmendet fa sabrun jamil wallahu almusta'anu ala ma tasifun. Kur e akuzuan për imoralitet, tha unë po bëj një durim të bukur. Unë po bëj një durim të bukur dhe ky durim i bukur është i veçantë në surën Jusuf. Sepse durimi i bukur është pjedestali më i lartë i sabrit dhe i durimit, ku në kupton një lloj durimi nëse të godasin sprovat, një lloj durimi i cili është pa ankesa. Ne kur kemi sprova zakonisht i ankohemi bashortës, i ankohemi babait, i ankohemi vëllezërve kështu me radhë ose shokëve tonë, mirë po Jusuf a.s. nuk i ankua askujt. Ishte një durim pa asnjë ankesë dhe mbi të gjitha durimi i bukur në kupton qetësinë shpirtërore, përkundër kapacitetet dhe volumit të madh të brengave që mund të kesh në jetën e kësaj bote. Qysh do të më kuptu hoxhën këto, shaq mundësia për me rënë me kohë të tilla sa do shumë e madhe. Qysh mundet me kuptu rinia një mesazh që më u ndol nga me kohë të tilla të nduese, po me parandalu në forformë. Padyshim që mundësia për të rënë mëkate në kohën bashkore që ne po jetojmë është shumë fish më e madhe se sa mundësia atyre të cilët kanë qenë para neve në rrethana të tjera jetësore që i kanë pasur, pra po themi para 15 viteve, 20 viteve, para një shekull e kështu me radhë. Sepse nuk kanë ekzistuar rrjetet sociale, rrjetet sociale janë njëri prej ndikuesve më të fuqishëm të shtimit të mëkateve dhe të thyrjes së ligjeve të Allahut subhanahu wa taala. Sepse kanë depërtuar në shtëpitë tona. Sado që e kanë edhe dobin. Padyshim, sado që e kanë edhe dobin kanë depërtuar në shtëpitë tona dhe fatkeqësisht unë e them me përgjegjësi të plotë që ndoshta dami i tyre e ka tejkaluar më shumë se sa dobia e cila është prezente. Andaj e para që neve na ruan është frikë respekti, siç e ruaj ti edhe Jusufin a.s. frikë respekti ndaj Allahut subhanahu wa taala, sepse Allahu azza wa jalla na garantoi që nëse kemi frikë respekt të sinqert, Allahu do të na ruajë dhe do të na hap horizontet. Për këtë arsye pejgamberi sa më tha Muadhit, ittaqillaha haythu ma kunt. Muadh, kudo që të shkosh, ki frikë Allahun azza wa jall. Jo vetëm në xhami, po në çdo vend ku shkel këmba jote, le ta di zemra jote që dikush e kontrollon. Andaj e para, nëse ne çdo herë kemi veten në kontroll, dhe ne kemi në dienin tonë se Allah na kontrollon, atëherë do të jemi kogja të ruajtur në raport me mëkatet. Kjo e para. E dyta, ndikon shumë rrethi dhe shoqëria. Përgjedhja e shokëve të cilët e kanë frikë Allahun, prezantojnë për xhamia, janë ata të cilët e din Kur'anin, janë ata të cilët din për dinën e Allahut azza wa jall, ndikon fuqishëm që edhe ne pra ta trasojmë rrugën e tyre ose jemi të ngjajshëm me ta. Nëse ne zgjedhim një shoqëri e cila është e devijuar, e cila nuk e ka frikë Allahun azza wa jall, e cila pra ditën flan e natën rrizgjuar në diskoteka dhe në vende të ndryshme ku Zoti nuk është i kënaqur, padyshim që edhe siç u ka ndryshuar sistemi jetësor atyre, do të na ndryshojë edhe neve pra në raport me mëkate. Dhe mbi të gjitha, ajo që ka na ruan është lidhja me Kur'anin famlar. Thot Allahu azza wa jalla në Kur'anin famlar, me të vërtetë besimtarët e vërtetë janë ata të cilët idha dhukira Allahu wajilat qulubuhum, kur të përmendet ajetet e Zotit,
ju rrënqethen zemrat. Andaj në qoftë se ti nuk je I lidhur me Kur'an, në qoftë se nuk e ke bërë pjesë ditore leximin e ndonjë ajeti kuranor, verseti kuranor, atëherë çu ka mundësi që imani jot, besimi jot me mbet stabil. Për këtë arsye, shumë prej njerëzve të cilët kanë qenë me mëkate të mëdha, kanë qenë edhe plaçkitës, grabitçar, të njerëzve I vetmi I cili I ka shpëtuar dhe I ka kthyer në 360 shkallë ka qenë Kurani. Prej tyre një shembull shumë I thjeshtë konkret është Fudail ibn Iyadi. Fudail ibn Iyadi ka qenë plaçkitës rrugë. Dhe një ditë prej ditësh duke hyrë në një shtëpi, atëherë e dëgjon një polemik të disa familjarëve duke thënë se po doj me shku në një vend caktuar. Por dikush ju tha, nuk guxoj me shku tash natën se është rrezik të dalë Fudaili edhe të na plaçkesë të na marr gjitha gjërat. Kur e dëgjon këtë Fudail ibn Iyadi, atëherë I thot tash është periudha pra që ti Fudail me ndryshu jetën tënde. E në transmetim tjetër thuhet që kanë dëgjuar ajetin kuranor, pra në një shtëpi ku ka dashur me plaçkit, e ka dëgjuar ajetin kuranor, a nuk erdhi koha që zemrat e atyre, alladhina amanu, a nuk erdhi koha që zemrat e atyre të cilët domethënë janë mbushur me gjëna mëkate të qetësohen me përmendjen e Allahut Azza wa Jall. Pra të qetësohen, të nënshtrohen ndaj urdhrave të Allahut Azza wa Jall, pastaj Fudaili tha tash Fudail ka ardhur koha. I braktisit gjitha dhe tha që pendimi im do të jetë në Qabe. Dhe shkoi atje, u pendua, u bë prej ibadëxhive, adhuruesve më të mëdhaj dhe të njëjtën kohë konsiderohet prej dietarëve dhe adhuruesve më të mëdhaj në historinë tonë islame. Çka ndikoi pra leximi I Kuranit. Po vazhdojmë hoxhë kronologjikisht, domethënë surën Jusuf, ku Jusufi pastaj vazhdon qëndrimin e tij në burg. Pavarësisht qëndrimit në burg, pa faj ai nuk dëshpërohet, nuk e humb besimin, po dhe vazhdon me thirrjen e njëshmërinë e Allahut. Çfarë që shumë njerëz ndoshta nuk e kishin bënë një gjë të tillë. Çfarë mësimesh mund na më nxjerr prej kësaj ngjarje? Është interesante se jeta e Jusufit alayhis salam kronologjikisht vazhdon me sprova dhe me të lashe. Ndonë se ndonjëherë ndrojnë ngjyrat e këtyre sprovave, sepse në kohë hidhet në bunar, pastaj shkon në pallatin mbretëror, pastaj futet në burg. I del sprova e moralitetit dhe futet në burg. Por në burg, Jusufi alayhis salam qëndron stoik, besim ndaj Allahut Azza wa Jall. Sepse mbi gjitha Jusufi mendon se kjo është sprovë prej Allahut, sikurse çdo sprovë tjetër që ka godit pejgamber tjerë dhe njerëzit në përgjithësi. Dhe Allah Azza wa Jall na thot neve, "Wala nabluwannakum", ne do t'ju sprovojmë juve. Edhe ty Muhammed, po edhe gjithë njerëzimin, me diçka prej humbjes së të dashurve, me diçka prej urisë dhe frikës që është lufta, me humbje të pasurisë, por në fund çka thot, u beshir sabirin, përgëzoj ti besimtarët. Pra Jusuf alayhis salam e kuptonte që çdo pejgamber është sprovuar, edhe ky do të sprovohet. Është provim prej Allahut Azza wa Jall se si duhet ta I kaloj. E para, e dyta, Jusuf alayhis salam në burg, duke qëndruar, u koncentrua në diçka e cila e largon nga brenga e burgut, nga telashat, nga akuzat që e kishte për imoralitet. Pra dhe në jetën e kësaj bote nëse ke brenga dhe telashe, është mirë që ta ndrosh vendin. Është mirë që të merresh me diçka. Dhe zakonisht psikologët, ata cilët janë smur në aspektin psikologjik, pra njëra prej këshillave që I thojnë është që të merren me diçka në jetën e kësaj bote, sepse zakonisht njerëzit që smuren psikologjikisht janë ata cilët pra nuk kanë ndonjë target në jetën e kësaj bote, ose janë pasiv komplet dhe të paangazhuar dhe nuk merren me diçka. Andaj e para që mund t'i largoj nga kjo humner është merrja me diçka në jetën e kësaj bote. Jusufi u mor me thirrje islame në burg. Me thirrje islame, ma që ja ka mësua Allahu Azza wa Jall. Andaj kjo e qetësonte atë. Kjo I jepte shpirt dhe vullnet për jetën e kësaj bote. Dhe mbi gjitha, ai aty vazhdoi me komentimin e ëndrave që disa prej tyre pan ëndra në atë burg dhe ai pastaj I komentoi ato. Andaj pra, angazhimi që e bënte në burg për hajër dhe për mirë, I alecënte brengat e mëdha që kishte në aspektin psikologjik, pra Jusufi alayhis salam. Hoxh, po kalojmë pak, domethënë, me daljen e tij nga burgu ai shpërblehet me një pozitë udhëhecse, edhe e shoh që pas durimit të tij vjen lehtësimi, vjen shpërblimi. Qysh është shoqëruar ky shpërblim?
Që shpërbly domethënë durimi i tij, çfarë mësimi mund na më nxjerr? Jusufi alayhis salam del nga burgu për shkak të diturisë së tij dhe komentimit të ëndrrës që kishte parë mbreti i asaj kohe, 7 lop të maj me i hanë 7 lop të thata dhe 7 kallin të njom me i hanë 7 kallin të thatë. Dhe i vetmi i cili dinte komentimin e kësaj ëndre ishte Jusufi alayhis salam. Dhe kjo është mrekullia për ta shfaqur atë si pejgamber të Allahut azza wa jall. Ku tha se për 7 vite ju duhet punoni fuqishëm, sepse pas 7 viteve të tjera, se 7 vite do të jenë me bollëk, por pas 7 viteve të tjera do të ketë thatësi të madhe. Andaj do të punoni dhe të depononi për këto 7 vite në mënyrë që pas 7 viteve të tjera që vinë të thata, me thatësi, atëherë të keni rezerva të mjaftueshme shtetërore që t'i mbani popullin me bok. Dhe ky komentim i kësaj ëndre i erdhi interesant mbretit dhe pastaj përmes kësaj diturie edhe u zbulua ai ishte fajtori Jusufi alayhis salam ajo sepse nuk pranoi të delte nga burgu derisa të zbulohej se kush ka fajin e atë pikë. Dhe pse ky ka qëndruar mbi 7 vite pra në burg. Derisa bashortja e mbretit e pranoi, tha ana rawatuhu an nafsi. Un e kam tërhequr atë për me bë këtë punë. E jo Jusufi alayhis salam. Dhe pasi që u pastrua moralisht, atëherë doli nga burgu. Kjo tregon për parimet që i kishte Jusufi si person. Për arsye se njeriu mund të futet në burg për diçka dhe mund të nxirret në burg por përsëri mbetet fajtor në popull. Jusufi donte që pafajësinë e tij ta shfaqte në mesin e popullit, sepse ishte pejgamberi i Allahut. Dhe çka do t'i duhej dalja nga burgu nëse i mbetej faji i moralitetit. Andaj kur u pastrua në aspektin moral, doli nga burgu dhe aty tha më caktoni mua, ij'alni ala khazain al-ard. I tha mbretit më caktoni mua si ministër i depove të Egjiptit, inni hafidhun alim, sepse un jam rojtës i kësaj arke shtetërore, i depove dhe të njëjtën kohë edhe kam dituri mas shumë të përket. Kjo tregon që Jusufi alayhis salam këtë rast e ka kërkuar pozitën. Kurse neve në Islam e kemi të urrëtur kërkimin e pozitave, sepse thot pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, mos i kërkoni pozitat, sepse kush i kërkon nuk do t'i japet ose do t'i rëndohet ajo pozitë, kurse kush nuk i kërkon pozitat, Allahu do t'i ndihmoj që t'i marr ato pozita. Jusufi alayhis salam e kërkoi pozitën dhe kjo është e lejuar në Islam në rastet kur ti mendon se je më meritori në atë pozitë. Dhe mendon që me tërheqjen tënde nga ajo pozitë mund të vinë njerëz të cilët mund të bëjnë padrejtësi në mesin e njerëzve dhe mund të i kalojnë kufit e Allahut azza wa jall. Në këto raste e kemi të obliguar që të konkurrojmë për pozitë. E kemi të obliguar. Andaj është vetëm rast kur lejohet pra kërkimi i pozitës në esencë, pra pozita nuk është diçka që duhet kërkuar sepse nëse t'japet me dëshirën e tjerëve, do të kesh gjithmonë sukses. Nëse e merr me kërkesën dhe vullnetin tënd, atëherë do të kesh gjithmonë vështirësi. Për këtë arsye Jusufi alayhis salam del nga burgu dhe Allah azza wa jall e begaton duke e shpallur si ministër të depove të Egjiptit. Dhe pastaj në mënyrë briljante e menaxhon çështjen e 7 viteve me bollëk dhe 7 viteve me thatësi dhe kështu pra kalon kjo krizë e madhe që e kishte Egjipti në atë kohë. Pasi vjen pozita udhëheqëse, ai nuk qeveris me hakmarrje, kundërta ai qeveris me drejtësi. Çfarë modeli të udhëheqjes na jep pushteti Jusufit alayhis salam? Jusufi alayhis salam kur hyn në këtë pozitë, përveç që kishte dituri, përveç që ishte i kujdesshëm në ruajtjen e pasurisë publike, gjë e cila nuk është duke ndodhur në kohën e sotut, pra njëra prej ngecjeve dhe shkeljeve më të mëdha që i bëhet një shteti është pra keqpërdorimi i pasurisë publike. E Jusufi alayhis salam ishte i përpik në këtë çështje, andaj ai kur hyri në atë post gjykoi me drejtësi duke mos i dalluar familjarët e vet prej njerëzve të tjerë, duke mos i dalluar njerëzit me famë dhe me pozitë nga njerëzit të cilët janë të varfër. Dhe në këtë pozitë punoi me drejtësi dhe punoi me dëmshuri. Dëmshuria shfaqet në momentin kur vinë vëllezërit e tij për të kërkuar ndihmë, sepse në atë kohë kishte varfëri, si tham, pra 7 vitet e varfërisë, vinë vëllezërit e tij
dhe kërkojnë ushqim nga Jusufi a.s. dhe me një dëmshuri, dhe me një drejtësi, dhe me një zemërgjërsi i pret ata dhe ju jep ushqim. Dhe të njëjtën kohë, në këtë rast, Jusufi a.s. pra edhe i pranon ata dhe u afal atyre gabimin që kishin bërë shumë vite më herët. Çka mësojmë nga ky veprim, domethënë nga folja e Jusufit ndaj vëllezërve të tij? Nga folja e Jusufit ndaj vëllezërve të tij, ne kuptojmë se Jusufi problematikën me vëllezërit e pasi një sprov. E pa si një natyrshmëri që njerëzit e kanë zakonisht kur dallohet dikush prej tjetrit, si lloj xhelozie që mund ta ketë secili prej njerëzve. E pa si një lloj gabimi jo të madh, sepse në karakterin e tij e kishte zemërgjërsinë. Dhe cilësia e besimtarëve të mirë është zemërgjërsia dhe falja e gjerë që kanë mes njerëzve, ani pse ata mund të bëjnë zullum, mund të shkaktojnë probleme të mëdha në jetën e kësaj bote. Dhe Allah Azza wa Jall kur e përmend për besimtarët e drejtë thotë alladhina yunfiquna fi sarra'i wa dharra, ata që japin edhe kur kanë, edhe kur nuk kanë. Ose kur janë çështje, kur janë në rrethana të mira dhe në rrethana të vështira, japin për hir të Allahut. Wal kadhimin al ghayz, edhe ata që e frenojnë mbledhjen e tyre, wal afina anin nas. Dhe ata të cilët i falin njerëzit. Sepse kusht për ta fal dikan është frenimi i mbledhjes. Nëse nuk e frenon mbledhjen, atëherë nuk ka mundësi me fal dikan. Dhe në fund Allah thotë wallahu yuhibbul muhsinin, Allah i don njerëzit e mirë, ata bamirësat. Kështu që Jusufi a.s. e dinte që zemërgjërsia dhe falja shpërblehet tek Allahu subhanahu wa taala. Dhe të mbi të gjitha i fali ata sepse donte që ta bashkonte familjen e tij. Në një periudhë kur kishte një boshllëk të madh Jusufi, sepse kaloi një periudhë gjatë nuk e pa babain e tij, nuk e pa familjen e tij. Në një kohë babai ishte vërbuar për ta parë Jusufin a.s. Dhe falja e vëllezërve ishte një lloj hapje e derës për të bashkuar me familjen e tij. Nëse nuk do t'i falte, atëherë dëmi do të ishte shumë më i madh. Për këtë arsye sakrifikoi vetveten e tij, ishte zemërgjër dhe e bashkoi familjen e tij ku e sjellin në vendin ku jetonte ai. Një pyetje për fund, pasi jemi drejt fundit, çka na mëson përfundimi i kësaj historie kur veç përmbushet premtimi hyjnor? Pra me mëshirën e Zotit, ëndra dikush me Jusufit a.s. realizohet në praktik. Secili nga ne në jetën e kësaj bote kemi ëndra. Nëse i kemi parë në gjumë, atëherë duhet të realizojmë nëse janë të mira. Por edhe kemi ëndra kur jemi fizikisht pra të zgjuar. Dhe këto ëndra mund të realizohen, sikurse që ju realizua Jusufit a.s. Nëse i plotësojmë kushtet të cilat i plotësoi Jusufi a.s. Andaj i tërë këtë tregim na mëson se suksesi është i garantuar, sikurse që u garantua tek Jusufi a.s. nëse plotësohen disa kritere. E para, frikë respekti ndaj Allahut azza wa jall. Pa frikë respekt ndaj Zotit, nuk ka mundësi njeriu të ketë sukses në jetën e kësaj bote. Nuk ka mundësi të ketë lumturi në jetën e kësaj bote. Siç tha Allahu azza wa jall, tha me të vërtetë ata cilët kanë besuar dhe bëjnë vepra të mira, lanuhyiyannahu hayatan tayyiba. Kena mja ngjall jetën, kena mja lumturu jetën, edhe nëse është me pak. Sepse pasuria me pak por halal e sjell bereqetin. Pasuria e shumt por haram nuk e sjell bereqetin. Dhe këtë po të japim me një shembull shumë të shkurtër që të mos të rrezgjatemi. E ke pa një bojk i cili nuk ka shkollë, nuk ka ndonjë nivel akademik, merret me baktitë e tij, por ka frikë Allahun azza wa jall, i ruhet pasurisë haram, sepse është mësuar që kopën e tij mos ta lë në arën e tjetër kujt. Në një kohë ky lloj profesioni që e ka, e mëson që edhe në jetë të mos e haj hakun e dikujt, të mos e baj zullum dikujt. Atëherë prej tij del një djalë dhe një vajzë doktoresh, të cilët kanë frikë Allahun azza wa jall. Një të anë, e marrëm në anën tjetër një doktor, një akademik dhe akademike, bashkëshort, të cilët interes saj bote kanë vetëm pasurinë dhe janë larg rrugës së Zotit. Dhe pasurinë cilën e fitojnë e marrin formë të jashtëligjshme ose e shtojnë çmimin e tyre në tek palët të cilat vinë tek ta ose për nëse janë mjek ose nëse janë
inxhinier ose në profesione të ndryshme. Pra, kanë dëshirë që pasurinë e tyre ta marrin haram dhe me këtë i ushqejnë haram edhe fëmijët e tyre. Djali dhe vajza dalin drogerash. Pra, çka ndikoj? Në kalkulimet e kësaj bote, djali akademiku do të më dalë akademik ose akademikës. Por, shpërqendrimi dhe pakujdesia e tyre në raport me frikë respektin ndaj Zotit dhe marrjen e pasurisë haram e sjell edhe pasardhësin në gjendje jo të duhur. Kurse bujku, i cili nuk kishte dhe me kalkulimet e kësaj bote, nuk ka mundësi ai të edukoj fëmijët e vet. I del djali doktor dhe doktoresh, sepse ai për parim njëtën e kësaj bote nuk e pati pasurinë dhe interesin e kësaj bote, por e pati knatësinë e Allahut Azza wa Jalla. Andaj e para që neve na sjell sukses dhe na i realizon ëndrat tona, sikur se ja realizoi Jusufit, frikë respektin ndaj Zotit. E dyta është durimi. Pra e para frikë respekti, e dyta durimi. Jusufi a.s. shfaqi një durim të papar ndonjëherë, ku i fali njerëzit të cilët e kishin dashur vdekjen e tij. Dhe kjo falje u bë edhe për babain e tij, që e pati një boshllëk për vitet e tëra duke pas gjallë babain dhe nuk e pa atë, e as familjen e tij. I fali për gjithë. Pastaj i fali edhe bashortën e mbretit, e cili akuzoi për imoralitet. E kështu me radhë. Andaj, durimi është një element shumë i rëndësishëm që neve mos me na step mbrapa, mos me u dorëzu nga ballafaqime dhe sprova të cilat mundemi me i pas njëtën e kësaj bote. Nëse na humb ky durim, atëherë momentin që goditemi me sprovën e parë, ne do të dorëzohemi dhe do të na humb suksesi dhe do të shuhet ëndrat që ne kemi pasur, don vullnet çelekt dhe don durim përballë sprovave. Unë të falenderoj që ishe pjesë e emisionit tonë. Na mësove shumë gjona edhe lidhe me surën Jusuf, edhe gjona të padëgjume, po besoj që jekoni dobishëm edhe për publikun e gjon. Zoti ju shpërblet.